Mos është pagu komata, ka përfundu që e haram, në gjunahi është pëzulluar, ju duhet të pendoheni të Allahu, Azza wa Jall, sa herët që t'ju kujtohet ai mëkat, ai haram, e që është komata, apo marrja e kreditit me komat. Shtëpinë e kam ble me komat, tash pas se kemi paguar, a kemi gjuna, apo nuk e kemi gjuna. Po jo, mos është pagu komata, gjuna është pëzullu. Mos është pagu komata, ka përfundu që e haram, në gjunahi është pëzulluar, por kohë gjate ka vazhdu deri sa ke pagu. Tash, e pun ka kalu, edhe shëqër që ka kalu, dhe inshallah më nuk kthehet, ju duhet të pendoheni të Allahu, Azza wa Jall, sa herët që t'ju kujtohet, ai mëkat, ai haram, e që është komata, apo marrja e kreditit me komat. Dhe jo vetëm këtu, këtë rast, por në çdo rast, në çdo veprim, robi, sartë të kujtohet që më herët, kur do qoftë e ka bërë ndonjë mëkat, qoftë edhe para 30, 40, 50, 60 viteve, sartë të bjen mend, thotë astakfirullah, o Zot, falem për atë mëkat që kum bëu atëherë, po edhe për mëkatet e tjera. Dhe ta që kanë halal me jetu, patjetër e shpej inshallah.